po vazhduan kështu, dhe po nuk patën shqiptarët përgjigje nga Kristian Mickovski në pyetjen që ja bën Bashkimi Demokratik për Integrim i gjitha forumeve, t'jap shpjegime përse VMRO nuk e tërheq iniciativën e ndryshimit të ligjit të gjuhës. Si kryeministër t'u jap sqarim shqiptarëve. Pse po ndryshohet ligji i gjuhës? Dhe përse janë marrë të gjitha ata masa në drejtim të devalvimit të shqiptarëve që janë në përfaqësim në për institucione, një arritur dhe një investim kombëtar shtetëror për 23 vite me radhë. Ai duhet bëhet i arsyeshëm dhe t'ju jap shpjegime shqiptarëve. Faleminderit shumë për pranimin tuaj, ju uroj vërtet